Bashkë me shqiptarët e Greqisë, të nderuar pjesëmarrës, gazetar, miq, antar të shoqatave shqiptare në Greqi, shkrimtar, mirë se keni ardhur të gjithëve në aktivitetin e ditës së sotme dedikuar librit Jemi bashkë me shqiptarët e Greqisë të autorit zotit Namik Selmani. Kemi kënaqësinë të ftojmë ambasadorin e Republikës së Shqipërisë në Greqi, zonja Luena Kadarata, për fjalën e saj. Nderuar pjesëmarrës, nderuar zoti Namik Selmani, është një kënaqësi e veçantë të jemi sonte bashkë për të promovuar letërsinë, kulturën dhe historinë tonë të përbashkët. Sidomos kur kjo pasqyrohet përmes penës së një autori të talentuar si zoti Namik Selmani, i cili me veprën e tij sjell një kontribut të çmuar në pasurimin e identitetit tonë kombëtar. Kam dëgjuar shumë vlerësime për këtë libër dhe me kënaqësi mbështeta nismën e shoqatës Vllazërimi për organizimin e këtij eventi në ambientin e ambasadës. Ky libër nuk është thjesht një rrëfim mbi emigracionin, por është një dëshmi e forcës së ndresës të ëndrave për diasporën shqiptare në Greqi. Përmes mjeshtërisë së tij letrare, autori na sjell një dritare të re mbi përvojat dhe sfidat e bashkëdhetarëve tanë, duke i kthyer ato në histori suksesi dhe krenarie për të gjithë ne. Diaspora shqiptare në Greqi është një nga komunitetet më të mëdha dhe më të rëndësishme jashtë vendit. Ajo ka kaluar sfida të shumta, por gjithmonë ka ruajtur identitetin dhe ka dhënë një kontribut të rëndësishëm në jetën sociale, ekonomike dhe kulturore të Greqisë. Vepra e zotit Selmani sjell një pasurim të ndjerë dhe të thellë të kësaj përvoje, duke ndriçuar lidhjet e forta që vazhdojnë të na bashkojnë me Shqipërinë. Si ambasador i Republikës së Shqipërisë në Greqi, më bën krenare fakti që letërsia dhe kultura vazhdojnë të jenë ura të fuqishme lidhëse midis popullit tonë dhe vendit mikpritës Greqisë. Vepra e Namik Selmanit ka përcjell kufi dhe na kujton se rrënjët tona kulturore dhe historike janë në fakt të përjetshme. Zoti Selmani, ju falenderoj për këtë kontribut të vyer dhe ju shpreh mirënjohjen dhe mbështetjen tonë për punën tuaj të palodhur. Suksese të mëtejshme në veprat e ardhshme. Faleminderit.